Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites me personalitetin në studio dhe temën për të cilën sot do të diskutojmë. Do të flasim për biografinë dhe veprimtarinë e botuesit të librave, publicisti, është shqiptarit i Tetovës, por jeton dhe vepron në Zvicër. Merxhan Jakupin kemi nderin që ta kemi sot në studion tonë. Përshëndetje dhe mirë se na erdhe, zoti Jakupi. Faleminderit dhe pispari faleminderit me thënë TV kohën që më dha mundësi të jem këtu mysafir, përgëzoj edhe më tej suksese së bashku me stafin dhe përshëndes dhe shqyuosit që na ndjekin. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Të flasim pak për biografinë tuaj në fillim, këtë kemi tradit në emisionet tona, me mysafirin flasim pak se nga u lind, u rit, u shkollua. Po, mirë, me shumë kënaqësi, unë jam me origjinë, prindit e mi kanë lindur në Katundet e Marsis Katund. E them Katund edhe në shkrimet e mia shumë pak e kam përdorur këtë fshat pasim është një jargon që është marrë nga gjuha greke, pa marrë parasysh, është në fshat Katuni dhe Shall. Prindit e mi, me thënë, në atë periudhën viteve 50-60 kanë shkuar, ka punuar babai me ëmbëltare në atë kohë edhe ka shkuar në komuna e Radovishit, aty në Maqedoninë Veriindore, një Katund ka pas edhe turk atje, ka akoma. Atje një Katundi Topolnic, edhe toponimet janë gjuhën turke. Pastaj aty ka pas Katundeve të Malësisë Shallit ka pas diku mbi 20 shtëpi. Ata kanë shkuar me blegtori, pastaj me kultivimin e dohanit. Kështu që viteve, me thënë, atje kam lindur une, jam i lindur 1957 dhe pastaj kemi ardhur, jemi kthyer në këtu në Tetovë. Disa vite kemi jetuar, me thënë, Katund dhe Shall. Kështu që shkollën fillore kam kryer në shkollën Liria. Tetovë. Po, vazhdova, registrova në shkollën ekonomike industriale, vazhdova, me thënë, dhe tash kushtet, u thoja me autobus, baba im, i ndjeri më tha, dëgjo, tha, kushtet ishin ashtu, tha, dëgjo, aj ma mirë, tha, lere, tha, puno do një punë, do një zanat atë këtë. Pastaj u detyrova të pune së bashku me babain tim tregti. Kështu që pas vdekjes të im atë, unë punova vetë, isha si jam i më i madh që mbaj edhe familjet edhe matër dhe vëllezërit. Në fillim viteve 80 dola në Zvicër, aty ndryshoi statuti im komplet. Pastaj mas 2 vite solla dhe familjen, fëmijët një vajzë më ka lindur këtu, dhe fëmijët tjerë 2 vajza dhe 2 djem, atje kanë lind, atje janë shkolluar, atje jetojnë, kam një pambesa, kështu që tash kjo në fund unë si mërgjimtar, edhe të shumica mërgjimtarët, kjo ndoshta për ne, si gjenerat e parë, është erdhimshme, pasi që e shoh që neve ne kam betur të vim këtu edhe ta kalojmë një kohën, me thënë, këtë pensionin, këtë pjesën e kohës që ne kam betur, kështu për me ratë. Po. Të flasim pak për libra, ju keni botuar 3 libra tani në fund. Pse zgjodhet në Tetovë pikërisht i promovoni këto libra? Po, dëgjoni, unë shembull këtu Tetova, unë kam nostalgji shumë për qytetin ku kam jetuar, edhe pse ka qenë një periudhë e shkurtë. Këtu isha edhe atë që vija në pushime, me thënë se me thënë doja që të vi këtu edhe të kthehem, sidomos kanë qenë ato iluzione. Ishte pra qytetim, me thënë edhe mund të them edhe ku identika është qytet ku unë këtu kam jetuar dhe është zgjedhja ime ishte që do ta bëj promovimin edhe do shkruaj, pasi kam shkruajt edhe për këtë pjesën edhe qytetit dhe ashtu pra ishte, po sigurisht se nuk, me thënë, diku tisha edhe në Zvicër, edhe kam ndërmend ta bëj një promovim, po ishte ajo që ishte unë, me thënë, Shvica, ka qenë e fokusuar që unë të vi këtu
mes bashkëpunëtorëve, mes miqve të mi, dhe shokëve, dhe lexuesve që i kam, domethënë ta bëj promovimin, po edhe provime tjera vazhdoti këtu do t'i bëj. Po. Janë 3 libra që i keni shkruajtur. Në çfarë u motivuat për t'i shkruajtur këto libra? Për shembull Çaushi, çfarë ju inspiroi që ta shkruani këtë libër? Çfarë ju shtyu? Po, është pyetje e qelluar. Unë shembull kam pas pasion leximin, sidomos domethënë edhe nga shkolla fillore, pastaj vazhdova. Ishte kjo ideja ime ka qenë bile Çaushin kanë filluar para se të filloj me këta shkrimet të publicistike. Kisha pasion tek Kadare, shembull që kam lexuar domethënë Pallatin edhe domethënë Kështjellën. Po ashtu ishte ajo që më lindi ideja, i koncepti im ishte se ne shqiptarët të pjesës Ballkanit mbi 5 shekuj, domethënë ajo pjesa kemi pas diku mbi 25-30 vezir, kemi pas me thënë personalitete që kanë ba histori, dhe ashtu praktikisht edhe Çausha shembull. Kthimin me thënë ata që janë kthyer nga Perëndori Osmane, kanë pas me grada edhe ka pas shumë edhe Çausha, që Çausha është një gradë, është ushtarake, nuk ka shumë grade, mirë, po ka pas simbol të madh, edhe ati më lindi ideja që ta bëj një roman, pasi që edhe kështu kam qenë i lidhur, kam lexuar unë edhe këtë pjesën, kam edhe historinë e Perëndoris Osmane, të lindjes, dhe më lindi pasioni që ta shkruaj këtë roman. Çaushi është roman, por këto 2 libra të tjerë, në këto për çfarë flitet realisht, çfarë përmbajtje kanë? Po, mendoj këtu për një dekadë, shembull, diçka që kam filluar shkruaj, sidomos me thënë tituj të ndryshëm, shembull artikuj, analiza, siç domos janë botuar, unë jam edhe opinionist dhe publicist rregull të bota sot, disa portalve të Shqipërisë, të tova edhe shumë të cilat i marrën. Unë shembull ishta se në fillim fillova të shkruaj artikuj, lloj dhe artikuj, pastaj ata artikuj të cilët shembull ishin në për shembull portalbe, gazeta, duke menduar që mos më humbin edhe me thënë... Ti shkruani të lëni gjurmë realisht. Ashtu planifikovat dhe me thënë ti premledh, kështu që këtu 2 librat e mia, që janë libra publicistik me dalloni geopolitik dhe edhe dhe me thënë dioptria politike në Ballkan, janë të gjitha janë shkruar dhe me thënë janë të kurorzuar diku mbi 10 vjet pune që kanë punuar, shembull, gjithë artikujt janë përmbledhur në këto librat. Këtu do të flas unë edhe për 2 veprat me thënë që janë publicistike, kam përfshi së pari shembull kam analiza, sidomos ku gërshetohen, ka një opus, një gamë të gjerë, dhe me thënë një diskurs dhe impakt geostrategjik, geopolitik, të shembull artikuj të ndryshëm për çarja e perëndimit, kriza globale, pastaj lufta në kontinentin evropian, siç ishte sidomos post konfliktit, pastaj aty kam artikuj ku janë disa rrjedha, shembull konfliktet, luftat në lindjen e meshme, në botën arabe, sidomos konflikti mes palestinezëve dhe Izraelit. Pastaj vinë edhe, me thënë, janë të artikuluar dhe Ballkani si rajon i trazuar, Ballkani shembull një sindrom, edhe kam bërë edhe një taverë ballkanike, është aty shembull si fuqi barotit, kam shkruar analiza, me thënë, të cilat gërshetohen, sidomos aty kam pas Ballkani mes luftës dhe paqes, paqja e ftoftë në Ballkan, ku sidomos me thënë kjo bota sërbe, apo me thënë ajo hegemonia, unitarizmi sërbë, e mban gjithë këtë si aktor dhe protagonist
apo mund të them si dhe me thënë që që mban në thënë gjithë që në fakt e nxjerr në shesh. Po ashtu pastaj jam dhe me thënë kam shkruar disa lloje tema, kam dhe me thënë disa tema sociale, I kam kushtuar pas me thënë 2001 ajo që ndodhi dhe me thënë kullat binjake që ishte në perëndim, ishte në fokus, ishte Islami, kam përcjell reja dhe me thënë edhe në gjuhën gjermane edhe dhe me thënë gjuhën serbo-kroate, shqipe. Aty kam pas disa tema, ata temat me vërtet janë, për lexuesit janë shumë, me thënë, janë shumë... Me interes, ndoshta, kam pasur interes për të lexuar. Dhe janë shumë interesante, mirë po janë tema janë qik delikate edhe ka disa tabu. Unë kam shkruar, shembull temat të cilat, sidomos kam pas ajo, në pas viteve 90, filloi disa rima radikale, dhe me thënë që ishin shembull si që ishte, dhe me thënë, vehabizmi, salafizmi, tema ekstreme, dhe me thënë. Atyre, dhe me thënë, rrimave radikale që nuk ishin bënin me Islamin, zbehen Islamin shqiptar, tradicional, tolerant. Dhe kështu unë kam pas shembull artikuj të cilat me vërtet kanë qenë një qik, kanë qenë delikate, mirë po unë kam disa tabu aty, kam si them ajo kutia Pandorës është hap. Kështu shembull një ndër artikuj që kam pas, bota islame ka nevojë për një renesancë, që ishte para 10 vite, që është përkthyer në disa gjuhë. Shembull, kam pas shembull konvertimet shqiptarëve dhe dhe me thënë ajo, dhe me thënë ideja turmës, pastaj kam pas shembull Islami post-komunist në Ballkan dhe në tre shqiptare, kështu me radhë. Këto kanë qenë temat të cilat me vërtet më kanë thënë edhe disa kolegë se janë tema shumë janë delikate. Të ndjeshme ekstreme, megjithatë me interes për lexuesin, besoj. Po për lexuesit ashtu. Pastaj vijojnë temat sociale, shembull kam shkruar edhe reportazhe, kam shkruar edhe për malsinë e Katundit, shembull malsinë e Sharit, Katundeve, shembull, po, kam pas, sidomos shumëti në fund shembull pasi unë kam jetuar në Margim, edhe si ajo që kam qenë I fokusuar në diasporë, kam shkruar për mergatën shqiptare, kam shkruar dhe me thënë artikuj, kam shkruar shembull dhe vazhdoj të shkruaj, ku edhe dhe me thënë ne si mergatë që ishim dhe mbetëm atje, tash kam shkruar për me thënë peripecit, vuajtjet, pastaj shpresat, zhgënjimet e tyre ku në fund shembull edhe kam pas edhe siç e lexuat edhe një artikull një moderatore se tash këta mërgjimtar flash unë për gjeneratën e parë viteve 70-80 të cilët shqiptarët me vërtet para se të shkonin në botën perëndimore, ato punonin në për ishte Republika Jugoslave, punonin në për kanale, ishi Sharaxhi, edhe ajo shkurja në perëndim ishte një, dhe me thënë, ishte shumë mirë, pasi që ata ndryshuar statutin edhe me komitetet tjera që ishin edhe sërbët atje që punonin, kishin një statut të barabartë. Mirë, po me krahasim aty shqiptarët mendoj edhe atje në perëndim kanë duajt ma shumë, kanë shkuar pa familjet e tyre, pasi që më vonë, pas disa dekada I solën familjet, ata bartën me vete atë shembull, ata ishin bashkë të ekzistencës, shkonte, punonte edhe sjellte pare për të ndërtuar një shtëpi, dimën, si familje kolektive, dhe me thënë ka punuar
ka punuar, ka qenë viktim një gurbetçar mirë, po i ka mbajtur gjithë familjet. E tash ajo që është e dhimbshme se ky brezi, një pjesë, tash në Zvicër, do të flas edhe për Zvicrën, pas pjesa më e madhe, shembull, e gjeneratës time kanë ikur nga kjo botë, janë në penzion, vinë këtu, shoh, ajo e dhimbshme është, edhe kanjëherë i shoh, pasi vinë këtu, me thënë, duke menduar se do të gjenë ngushëllime, vinë këtu duke menduar se të gjenë shokët si më parë, tash pas 2 javë, 1 muaj të zhgënjyer ndjen edhe të huaj. Për them të huaj, unë do ta përdori edhe një alegorizëm apo një metaforë, ndoshta mos jetë më e gjatë, kam dashur, e kam shkruar. Ajo përjetimi i brezit tonë të shkutur në moshën më të mirë, ka shkuar në gurbet, kthehen të mplakur, edhe ata ndjen, ka njerë unë e shoh vetë ndjen edhe atje të huaj, por edhe këtu të huaj. Një pjesë kur vinë këtu, kanë disa, jo se janë interior, por habitem, kanë komplekse, shembull, ndjen të huaj, nuk kanë miqësi, kanë vdek shokët, edhe kthehen atje, edhe ata atje janë të huaj, jetojnë në një të ghettoizuar, dhe unë kam pas një shkrim, kam marrë me thënë një balladë nga një roman që kam lexuar Tolstojt Haxhi Murati, atje është me thënë ballada kafkaze, Shqiponja me unaz në këmbë. Tash është kështu, kjo është një metaforë e gurbetçarit, e mërgjimtarëve që shkuan atje, duke shembull atje të huaj, edhe ata atje shembull, kjo metaforë është, ata dhe me thënë valluan një unas. Ata punuan, jetuan, dhe me thënë ndërtuan pallate edhe u kthyen me unas, në këmbë. Edhe ata si Shqiponja, kur kthyen, si Shqiponja dhe me thënë që shkoj rebeloj, shtektoj atje, edhe u kthye ata të javun, se atje ishte huaj, javun një unas, edhe këtu, kur u kthyen në unas, si Shqiponja, këta mërgjimtarë, dhe t'ju ndjen të janë dhe me thënë, tjetësht, me thënë, i shkutur nga toka, gjaku, fisi, tjetësht në mërgjim pas 20 viteve, dhe më thotë se ajo ka një ndryshim ku ndihet i huaj, edhe dhe me thënë, ata duken sikur se kanë besi Shqiponja me unaz në këmbë. Do shtoja edhe diçka si mërgjimtar, unë në shembull habiten ka njëherë, gjithë shkrimet që i kam, gjithë, dhe me thënë, këtu, shumicat shkrimeve të mia, romani dihet, edhe këta, dhe me thënë, 2 librat janë, dhe me thënë, gjithë opusi, gjithë, dhe me thënë, ajo, dhe me thënë, temat, lidhen me vendlindjen. Po, pikrisht këtu e kisha pyetjen në radhë. A ka qenë mërgata, ajo që ju ka shty juve që të shkruani më shumë? Po, ajo që është, do të doja shembull shumë interesant, unë ka njerë kam bërë edhe monolog me vetën, si shpata një artikull unaze vendlindjes, bëna unë shembull aty, bëna një tablo, edhe me thënë bilancin e jetës, bëna se dola 21 vjeçar, këtu me thënë jetova 18 vjet, atje 45, edhe çdo herë kam jetuar, me thënë i lidhur, kam qenë me instinkt dhe me trup, kam jetuar atje, dhe çdo herë kam qenë këtu. Një pjesë, është shumë interesant se një pjesë e lexuesve të mi në fillim as që din që unë jam një mërgjimtar. Pasi temat që kam shkruar, me thënë, janë lidhen me vendlindjen, me tre shqiptare, me Ballkanin, edhe geopolitikën që është, me thënë, botnore. E tash pse ashtu? Unë them vetë ju pse ashtu, edhe një miku im zitran, ku unë dalin penzion në firma bëri një koktel edhe vadash librat, ata e dini që shkruaj unë. Pyeti ai zoti Merxhan, tha, ju tha në cilët gjuhë shkruani, i tregova. Tha, të gjë, tha, keni shkruar për Zvicrën, vetëm për Zvicrën. Ishte pak, të gjë, tha, është fatkeqësisht që shumicat që i kam, unë kam shkruar për, me thëmë, ato i thunë atje poshtë. Për atje poshtë. Për vendlindjen, Ballkanin, me thëmë, për tre shqiptare, edhe kam pas tema, po shumë pak. Kjo pra është, mendoj, tash është jo, ndoshta
ka di medalja. Njëra është, me thënë, njëna medalja është e bie se pse unë atje shkova edhe jo se nuk u integrinova, mirë po shoh që atë që ky mund të them edhe sindrom, kupton ajo, të thotë që gjenerata e parë që kanë shkuar, dhe thotë që sidomos shqiptarët, ne shputja nga toka, gjaku, fisi, nga vendlindja, nga etnogjeni, atje ka qenë shumë vështirë për të integrinuar. Pastaj shqiptarët, ndoshta pse kanë qenë familje më tradicionale, më kolektive, më patriarkale, rurale të them, ajo që ka qenë, me thënë, shkutja e atyne popujve, që kam lexuar edhe jo vetëm shqiptarët, popuj të cilët, me thënë, nga lindja kanë qenë popuj me tribuj, qisnor, ka qenë shkutja e tyre ka qenë shumë e vështirë edhe tek shqiptarët, në krahasim me komunitetet tjera, plasë edhe të petkinjët, ka qenë si plagë, edhe dyta ka qenë shumë, me thënë, shumë e dhimbshme. Realisht, na duhet të ju përgëzojmë dhe komplimentojmë, jeni një enciklopedi e gjallë përsa i përket veprave të juaja që ju i keni botuar edhe kontributin që ju keni dhënë edhe pse keni qenë në Zvicër për vendlindjen. Përveç këtyre librave, prisni të botoni ndonjë libër tjetër tani? Po, është në Apo do të marrim pak jetë gjatë? Në Shqipëri është, dhe me thënë, si them, si adeta keni diçka në dorë. Po, keni ndonjë plan për të botuar ndonjë libër? Une kam vazhduar, dhe me thënë, të shkruaj, kam vazhduar të shkruaj, dhe me thënë, këtu kolumne, shkrim artikuj, kam pas edhe, disa janë edhe disa prozatike janë, të shëja, letrare janë ata. Dashnëtarë me në ata do t'i kam da, po ashtu une brenda një dekade, kam pas, si spari unë të nderoj, kam pas lektorë nga Shqipëria, në fillim kam pas shembull, po në vitet e funit, diku 5 vitet e funit kam punuar, ka qenë lektori im, dhe me thënë, i shkëlqyer, edhe të nderoj, dhe me thënë, për punën që ka bërë, nëse ajraj, dhe me thënë, ka unë disa tulla këtu, Ismail Ashlani, si çdihet, një veteran i gazetarisë, ka qenë publicist, mendoj autor i shumë librave edhe romanet e funit. Ai shembull më ka inspiruar dhe më ka thënë vazhdo Merxhan, e këtu ai mi ka nda tash. Unë kam disa artikuj të cilët, me thënë, janë të ndara, pasi që nuk ishin, janë, me thënë, një libër, unë do të bëj një kam të ardhmen, ndoshta vitin e ardhshëm, do të përgatiti, me thënë, ja kam kushtuar katunit të prindve dhe mi, pasi unë nuk kam lind atje, dhe Shallës, dhe që do jetë një histori e shkurtër, edhe ka artikuj edhe, nuk është ndonjë, me thënë, monografi, si them, po aty, me thënë, ka personazhe, periudën e marë, aty kam periuda Osmane, pasi kjo periuda, me thënë, monarhisë Jugoslave, kjo periuda i Shfederatës, ose Jugoslavie Titus, deri, dhe me thënë, që është bërë, dhe me thënë, 3 dekadat e kam e aty janë, dhe me thënë, ngjarje të cilët shumë janë bile, unë kam pas disa lexuese dhe gazetarë nga Shqipëria, ka thënë Merxhan, vazhdoni të shkroni për këtë periudhën, pasi periuda që ka përfshi ne, që mbetën pas shpalljes së Shqipërisë londineze, gjithme e kombit mbet, dhe me thënë, në këtë Jugoslavinë e parë që ishte, pastaj edhe ditën. Kështu që kemi një histori, dhe me thënë, ndryshe nga shteti anë që është. Ata kanë qenë, pas 12-ës kanë qenë, me thënë, monarhia Breti Zog, pastaj komunizmi 20 vite, ne kemi qenë edhe kështu, pra unë kam pas shembull në katundet. Në katundin tim ka qenë, me thënë, daskali që kam mësue si sërbë. Pastaj kam, dhe me thënë, një zhandari, është një kukes i cili ka bërë dhunë, represalje, se kam aty gërshetohen një opus i gjerë, dhe me thënë, kanë shku me periuda, edhe kanë ndërmend, dhe me thënë, vitin e ardhshëm. Unë pastaj vazhdoj
thua se vazhdoj dhe me thënë, thua se tash nuk di, tash nuk duhet bëm edhe i konsumuam, po shoh që edhe vazhdoj shembull mbasi kur mbushem, vazhdoj shembull, thua se çdo javë ose çdo 10 ditë shkruaj artikull, edhe me thënë vite, 2 vite, 3, 4 vite, ata do t'i përmbledh prapë në të ardhmen, mas disa vite qeni shëndosh gjallë, dhe me thënë do t'i botoj prapë ato artikuj që i kam, dhe kam ndërmend edhe një roman, shembull aty në të ardhmen kam një roman, ku do t'jetë identik, shembull. Më kanë thënë mua edhe disa lexues se ata që kanë lexuar romanin Çaushit, është identik si kurse i ngjan romanit të Murat Isakut. Si dhe me thënë, ati e gjenë, malëshorët e gjenë vendetën ati. Me këtë tjetër keni bashkëpunuar për t'i botuar këto vepra, me lektor, recenzent, dizajnin grafik, me këtë keni bashkëpunuar? Po, dhe jo, unë është shumë interesant se atje në fillim, kur kam filluar të shkruaj, kam pas një lektore nga Shqipëria, Armanda Doçi, që ashtu edhe në qose përshëndes, qose pastaj kam pas edhe një profesor, dhe me thënë, eretik, ja kam marru, ka qenë edhe këtu, me thënë, edhe i profesori ndjerë, kam punuar 2 vite, 3 vite, pastaj shembull kam 5 ditet e fundit kam, dhe me thënë, kam Ismail Aslani tash edhe vitin e kaluar, me thënë, pasi jeni edhe miq, me tha, Merxhan tha, unë tha, kam dëshirë të filloj mirë, po mosha atë këtë, edhe një vit kam filluar, dhe me thënë, me mikun tim, gazetar dhe publicist, është, si që ishte edhe tek promovimi i librit, është Bardhyl Zaimi, është jam i kënaqur. Dhe kështu që unë gëzohem që sidomos që pata rastin të bëj promovimin me thënë veprave të mia, pasi që se ndoshta do të ishte tema se promovimin që pata une, pisë pari dhe me thënë fënderoj edhe dhe me thënë kohën televizioni që ishte shumë e këshin qëndisur në mirë, ishin miqët aty, fënderoj me thënë stafin tim që ishte Zeqir Kadriu, pasta ishte edhe Xhelal Zendevi, ai arsimit edhe ai publicist, pasta ishte Bardhyl Zaimi edhe Ilaz Osmani. Ishte shumë interesant se pjesa që ishin mysafirët e mi ishin shumë të fokusuar, pas që një pjesë e shoqata e shkrimtarëve që po ashtu fënderoj edhe Demi Ilazin me shoqatën e shkrimtarëve, kam pas kolegë, shoh, miq, të cilët ishin jo kalibrit, po dhe me thonë atë gjithë kalemgjin. Të gjithë të shkrimit. Kështu që unë mësë shumë ti ishte këtë promovimin e parë që kam bërë, kam pas që moti, të shërët të ndajë se bashkë, është qëllimin ka qenë se shumica dhe me thënë këtu, sidomos tetovarëve, apo aq kjo pjesa intelektuale, gazetarë që janë në Maqedoni, që jemi aq, ata dhe me thënë një pjesë e madhe, me thënë kanë lexuar me rëna dhe diteve ka lexuar një artikull, një me thënë një, sidomos, nuk them se ata shembull më kanë njohur në mënyrë virtuale, edhe unë shembull. Kam pas rast shembull, kam takuar një shok, një mik, dhe më kanë thënë se në Zvicër kam lexuar nga një marrëkimtar me Xhan Jakupi, nuk e di që se unë jam. Edhe kështu që tash dëshirimi ka qenë tash pasi kam dalë në penzion, tash ajo rrethin tim që e kam edhe tash ishte promovimi, ishte një hap ku do të dolja nga ajo, dhe me thënë, nga rrethi vicioz i ngush, pasi para pensionit të visha në pushime, dhe me thënë 2 javë, 3, shkojsha atë kishte kohë. Për atë është fënderoj juve edhe ka qenë një mundësi e mirë për t'ju njohur nga afër edhe në gjatë promovimit tuaj, edhe ata të cilët ndoshta vetëm mua kanë dëgjuar zërin dhe nuk ju kanë njohur. Në promovim besoj që jeni njoftuar më shumë, apo?
Edhe me shkrimtar të rinj, ndoshta. Po, ashtu pra. Mendoj që unë darëmën dhe me thënë nuk do t'jetë promovimi i fundit. Po, edhe pse mosha është, me thënë, jo se mosha, po unë mendoj tash nga, dhe me thënë, nga Hemingway kam lexuar, dhe me thënë, Plaku dhe deti, aty ku është me vërtet det kadare është përkthyse, edhe aty ka në prolog, thotë se unë tash ku në Plaka fillova, dhe me thënë, të flej shumë pak. Mba pak gjumë, se për ta zgjat jetën. Pikrisht. Dhe me thënë, për shkruar, kupton. Edhe tash vazhdo t'i shëndet, gjithve, uroj gjithve të mira, po unë kam pasion, edhe mendoj do të vazhdoj të shkruaj, dhe mos shemull me këto rubrikat, me thënë shkrimet tituj të lloj-lloj zhandreve, se me vërtet mos të zgjas, ka njëherë shembull, po t'ishte, ata shumë është për të habitur se kur filloj shkruaj, marr disa fletushka, një ditë tre faqe dhe dal. Tash aty më lindin ato ideet, konceptet, inkubacioni që vijnë, edhe lëkët dal atje, habitën si lindin, tash e kam fjalën që këtu në shkrimet që i kam, mendoj që këta, dhe me thënë, mendoj që është to shkrime që kam, rregullisht që shkruaj, dhe me thënë, ka njerën me rëna një javë ose dhe ditë, më lindin ashtu, edhe ka njerën, dhe me thënë, bëhem edhe pak si skeptik, mosh vallë, dhe me thënë, mos jemi konsumua, kuptosh ajo. Mirë po, më kanë thënë edhe kolegët, dhe isha, dhe me thënë, bushesh, edhe shkruaj se janë shkrimet zhandreve të ndryshme. Unë filloj dhe me thënë një reportazh, pastaj filloj kulturë, pas dy artikujve filloj dhe me thënë analiza, aktuale që më vjen, pastaj dhe me thënë letërsi. Kështu që shoh që mendoj a di, thëmë edhe mosha ndoshta, jo ta mbushi, jo dhe me thënë të shkruash në rrjetet sociale, dhe me thënë me anatema, anakronizma, edhe vetëm ose të t'jesh pirat, kuptosh, kopjosh, ajo është dhe me thënë, ti dhe me thënë kompromiton autorin vetën, edhe del se nuk lexon askush. Për ata kam qenë i kujdesshëm, mos qenë tepër shumë, edhe vazhdo të inshallah, unë do të vazhdoj të shkruaj, edhe në fund të përnderimit, përnderoj shembull juve, pastaj edhe stafin, televizionin Koha, që me vërtet pas ka një eksperiencë të mirë. Faleminderit. Pasi që është herë e parë që unë jam këtu. Faleminderit shumë, edhe faleminderit gjithë shqiptarëve që na kanë përcjellë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi shumë e madhe që ju kishim dhe kishim nderin që juve sot ju kemi në emisionin ton për të folur për botimet e fundit të juaja. Ne ju mirpresim sërish kur do të keni botime të radhës që promovojmë bashkë edhe në për emisionet tona. Faleminderit dhe njerë që na nderuat dhe që ndat kohë të jeni pjesë e emisionit ton. Faleminderit, kështu pra unë dhe me thënë jam me shumë dëshirë do të vi tek ju, po përveç promovimeve mund të kemi unë shembull edhe temat e tjera. Po, unë shembull bile e ndishim kanë para një vite, ai moderatori më tha, me thënë Armandi tha, me thënë jeni do një temë kështu të vini për kam unë për Mërgatën shembull. Sigurisht, po, shkrime publicistike. Të bëjmë një intervistë sa i përket Mërgatës. Thimi Mërgatës, po kam unë shembull, pasi takoja asaj pjesës, edhe pushimet kam aty, mund të bëjmë edhe një intervistë sa i përket shembull Mërgatës shqiptare, pasi unë aty jam e njoh shpirtin e Mërgatës. Sigurisht, ju mirpresim sërish, mirpresim. Faleminderit edhe një herë që ishe pjesë e emisionit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues, dhe juve ju falenderoj për vëmendjen, ne bashkë do të shihemi sërish nesër me personalitetet të tjerë dhe tema të reja. Deri atëherë bashkë mirupafshim.